Ndonë se kanë kaluar më shumë se 30 vjet nga koha kur Serbia tentoi t'i shfaroste shqiptarët e Kosovës dhe t'i dëbonte nga vendi i tyre, mendësia e atij regjimi vazhdon të mbjetojë edhe sot. E njëjta ideologji dhe e njëjta narrative Slobodan Miloševićit vazhdon të dëgjohet 3 dekada më pas. Në një intervistë për një televizion serb, ministri i administratës publike dhe vetëqeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë Snežana Paunović artikuloi hapur atë që Miloševići tentoi ta realizonte në vitin 1999, duke thënë se po të ishte Slobodan Milošević, do ta kisha spastruar etnikisht Kosovën në 1998. Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bi očistila Kosovo 98. Ministri në detyrë i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare Andin Hoti ka reaguar duke thënë se thirrjet për spastrim etnik dëshmojnë se Serbia ende nuk është çliruar nga ideologjia e Miloševićit. Ai ka theksuar se përgjigjja e Kosovës dhe botës demokratike ndaj këtyre përpjekjeve dihet, Kosova mbeti e lirë, ndërsa Miloševići përfundoi si kriminal lufte, e që të njëjtin fat do ta kishte edhe ajo. Edhe profesorë njës të gjeopolitikës këtë deklarim të Paunovićit e quajnë mendim me qëndrim zyrtar të Serbisë. Vazhdim të logjikës kriminale të politikës serbe, e cila bazohet edhe më tutje në ambisjet hegemoniste, jo vetëm ndaj Kosovës, nëse i referohemi projektit të botës serbe, një deklaratë e cila padyshim do duhet të nxiste reagime të qarta, të ashpra, dënuese. Fakti që thuhet nga një ministër që ka distancë 25 vjeçare nga Miloševići në kuptimin e kohës kur ka ndodhur gjenocidi në Kosovë dhe spastrimi etnik, tregon se ky është qendrim zyrtar që është Serbia kundër Kosovës. Dhe këtë po e thotë dikush që është e zgjedhur në qeverinë e Serbisë, dikush që është pjesë e qeverisjes, dikush që e përfaqëson shtetin serb. Derisa zyrtarët serbë vazhdojnë të shfaqin hapër pretendime ndaj Kosovës, në anën tjetër presidenti serb Aleksandar Vučić i ka dalë në mbështetje patriarkut të kishës ortodokse serbe Proferie, pas dënimit me 4 muaj burgim me kusht nga një gjykatë në Sloveni për një akuzë për keqtrajtim të një prifti në vendin e punës. Grupet e ngjashme, pra sikur të Radojčićit dhe të Veselinovićit, patriarku në anën tjetër, spastrimi në anën tjetër, dhe kjo tregon qartë, pra brenda 2-3 ditësh Serbia ka përshfaqur kaq shpejt dhe kaq qartë fytyrën e vet, por edhe ambicet në njëjtën kohë. Mos të harrojmë që pikërisht ky institucion është ai që ka bekuar kriminal të njohur ndërkombëtarisht si Karadziç Mladić për luftën në Bosnjë dhe vazhdon narrativën e sakralizimit të politikës hegemoniste të Serbisë kundrejt Kosovës sot. Përderisa zyrtarë të lartë vazhdojnë të artikulojnë ide që lidhen me spastrim etnik dhe pretendimet territoriale ndaj Kosovës, ndërsa institucionet fetare politike mbështeten nga udhëheqja serbe në Beograd, në Prishtinë vlerësohet se bëhet fjalë për vazhdimsi të një politike të vjetër hegemoniste.